Pak kilometra larg zonës urbane të Gjakovës gjendet fshati Marmull, i cili këtë pranverë po shfaqet më i bukur se kurrë, falë gjelbrimit të dendur dhe natyrës së gjallë që e karakterizon. Banorët e Marmullit vazhdojnë të merren kryesisht me bujqësi, duke kultivuar produkte të ndryshme bujqësore që sigurojnë jetesën e tyre. Puna në ara dhe kujdesi për tokën mbetet një traditë e trashëguar ndër breza. Stina pranverës jo vetëm që ka zbukuruar fshatin me ngjyra të gjalla, por ka sjell edhe një gjallëri të re në jetën e përditshme të banorëve, të cilët çdo ditë kujdesen për tokat dhe ambientin përreth. Marmulli mbetet një shembull i harmonisë mes natyrës dhe jetës rurale, duke reflektuar bukurinë dhe potencialin që ofrojnë zonat fshatare në vendin tonë. Fshati Marmull, edhe pse me pak banor, shquhet për bukurinë e tij të veçantë, natyra e bukur bashkë me ajrin e freskët dhe qetësinë që e karakterizon këtë peizazh fshatin e bën edhe më tërheqës për kudo që kërkon largimin nga zhurma e qytetit.